Projekt rezoluta që u miratua sot nga Parlamenti Evropian ishte një shuplak fytyrës së kësaj qeverie dhe një fitore e madhe për protestuesit. Për dy arsye. Në radh parë sepse u kërkua që të shfuqizoheshin ndryshimet që janë bërë ligjit për zonat e mbrojtura vitit 2024 dhe me këto shfuqizime do të ishte e pamundur të realizohej projekti i Zvërnecit që ekziston në kokën e Edi Ramës. Për më tepër u kërkua moratorium për lejet e ndërtimit, pra një le themi ndërprerje e lejeve që jepen sa lart e poshtë me qëllim që të zbatohet vjet në zbatim pra ligji në fjalë. Së dyti u kritikua fuqimisht ligji për investime strategjike, pikërisht një ligj i cili nuk i ka shërbyer as pak vendit, por interesave të caktuara në dëm edhe të ambientit. Sigurisht që nëse do ishte zbatuar edhe paketa e maleve, edhe kjo do ishte një pikë e kontestuar nga Parlamenti Evropian. Kjo do thotë se projekti i Zvërnecit është i parealizueshëm, rrjedhimisht Edi Ramës nuk i ka ngelur më pikë legitimiteti, prandaj sot më shumë në shesh, në orën 7 sot, keni kujdes që sot është bërë thirrja për në orën 7, të shumë në shesh, se mos kujtoj budallaj se u kënaqi me kaq, duam dorëheqjen e tij.